Aty prej as deri në zhë, çdo gjë është e praptë. Unë nuk e di se si një prind mund të pajtoj të fëmijën e tij ta lejej me shku mbrëmje të tilla, por edhe në ekskursione të tilla, në Shqipëni, ku diun, nëse në dy gjeni, atëherë nuk bën me shku në ekskursion, sepse atë s'ka marrë, atë ka veç prap. Aty prej as deri në zhë, çdo gjë është e praptë. Njëti është i keq, veprimi është i keq, është tendenciöz, s'ka asgjë me qëllim të mirë dhe miradashëse për vatanin, për shoqërinë, për moralin, për rinin tonë. Fatkeqësisht, ekskursionet janë një prej metodave të përhapura bukur shumë pas luftës së këndej për të prishur, për të degeneruar rinin tonë të shkëlqyeshme. Ekskursionet dhe bashkë me to edhe mbrëmjet e maturave. Unë nuk e di se si një prind mund të pajtoj të fëmijën e tij ta lejej me shku mbrëmje të tilla, por edhe në ekskursione të tilla, në Shqipëni, ku diun, ka 3 ditë e 5 ditë javë të tjera. Vjen kokat masanej, sa ma gjetë djalin qiken, nuk e di që shpajtoj njerëzit, edhe nga ana fetare, për edhe nga ana kombëtare, ata që nuk janë fetarë, dhe të mirujt vlerat që kemë.